Mjepunishte në rrethinat e Prizrenit mbart historinë dhe ëndrat e familjes Gjurgjealo. Këtu ruhet vazhdimësia e punimit të plisit, simbol i identitetit kombëtar shqiptar, por dëgjohet edhe muzikë e mirë e viteve 70-80, në mënyrë të veçantë Led Zeppelin. Në këtë punishte të zakonshme në dukje tregon historitë të jashtëzakonshme frymëzuese. Ergyle Gjurgjealo është nusja e familjes që vendosi të vazhdojë traditën mbi 100 vjeçare të babait dhe gjyshit të bashkëshortit. Shekull. Prej vitit 1912. 1912 që aty pari, babgjyshi, ka më thonë prej familjes babgjyshi e mërë këtë zanat me babë, unë edhe fëmijët po të rashikojmë ende. Po ma përpara mund me thënë që plisi është simboli jon kryesor kombit tonë. Atëherë vjen që edhe punën edhe bukën kemi prej plisit në. Si jam martuar, me njerë mas bashkëshortit, fillova punën me plisin. One që kam qenë shkollume, mirë po zanati nuk anashkalova, masi që ishte tradita shekullore tek familja e Naxhiut, të më thënë. Tu ndihmu Naxhiut, unë njëjtin kohë edhe i vjedha si zanatin për të punuar plisin. Që sot e 40 vite jam prodhimin e plisit prapë cekje. Si u martuam me Naxhiun, e atëherë në shtëpi nuk më rrihej mu pa punu diçka. Edhe badjavgji me najtë më punë, as se si nuk u pajtova me atë jetën me qenë në shtëpi une. Që kam pas me të vërtet duart e arta, edhe në qepje, edhe me çdo gjë jam marrë me artizanale kështu. Atëherë Naxhiu tushku në punëtori, gjithmonë mbrapa atij kam qenë, që kam pas sfida shumë të mëdha prej pleqve në shtëpi, edhe që s'kan besuar, edhe që punët e shtëpisë po ngelin. Mirë po, kur unë në jetën time shtëpinë s'kam anashkalu, kritë shtëpia ka qenë okej, e atëherë unë kam dalë prej shtëpisë për të punuar. Njëjtin kohë edhe për të punuar, edhe për ekonominë e shtëpisë tonë. Në një kënd të repartit ndollet edhe një gramafon i vjetër dhe jo pak disqe me muzikë të artë të viteve 70-80. Naxhiu, bashkëshorti i Ergyles, i shplyros her pas here, sepse sipas tij, shija e mirë e muzikës rock nuk pyet për vitet që ikin. Ende mundemi me përdorë. Viteve 70-ta na gjithë kena adhuru rock and rollin mas tepërmi. Kena edhe bluza, kena ashtu edhe rëzhare tjera, po zakonisht kena qenë të orientum ka rocki, dëgjojshim edhe unë, edhe vëllau, e qashtet. Larkë prindve, ata nuk adhurojshin këtë muzikë. Çdo vend ku kena shku, ka një dhurat kena ble plak. Cilën keti me atë preferumin tanë? Mas të përmi të preferum Ceppelinat këm pas, Deep jo vetëm këto dy grupe, po zakonisht Ceppelinat këm adhuru mas të përmi. Ato e veçoj. Edhe koha ka qenë, koha e rockut mundemi me thonë. Keni provu me bo në rock grupa, me tentua? Jo, unë kom qenë adhuru si basketbolit i zakonisht, futbol kom lujt, ndërsa regullisht kom lujt në basketbol, klubin e bashkimit. Me dëgju rock, me lujt basketbol, tash me bo plis, cili është zemra jote, ose si thënë, hobi? Zemra ime janë të tretë në një vend. Sot të dy janë përkushtuar plisit apo qeleshës shqiptare, mund të qëndrojnë edhe 16 orë mbi makineri, si dikur kur e nisën së bashku. Pasionin e dikurshëm e kanë edhe sot udhërrëfyes të jetës së tyre.